të Vlorës dhe të Shqipërisë. Jemi këtu për para Tigrit 1 dhe Tigrit 3. Janë këto tigrat që tashmë janë në Vlorë, po flejnë gjumë, po duke fjetur marrin shumë para. Kanë marrë shumë para deri tani, mbi 7 milion euro. Ato 7 milion euro po t'i shpërndashin këtyre policëve, do të kishin gjithë një uniform shumë më të mirë, edhe verore tani ndoshta, dhe shumë gjëra tjera, mund të ndihmoshin pensionistët, spitalet, po këto janë vjedhje e pastër. Kanë ardhur nga Bangladeshi, kanë punuar 20 vjet në Bangladesh, kanë ndejt 4 vjet pa punë atje, kanë ndejt 2 vjet pa punë këtu, më në fund arritin që të ndezin ca nga këto motorat e këtij tecit, sa për të marrë ato 7 milionët dhe kaq. Tani, për këtë ka përgjegjës, edhe natyrisht përgjegjësit do dalin. Përgjegjës kryesor për këtë janë Belinda Balluku dhe Ergyz Verdho, që ka qenë drejtori i Keshit, që ka marrë në dorëzim edhe ka firmosur kontratën për këto. Është Eral Delezi, drejtori tjetër i Keshit, i cili i mori në dorëzim këto edhe kur spunonin, edhe kur punonin me karburant falso, i ka marrë në dorëzim, edhe janë përgjegjësa për këtë gjë, edhe Spaku po heton për këtë gjë. Tani, të nderuar publik, ne jemi pak veta këtu, ne vendosëm një poster kur thamë që dorëzojmë gardin e tecit lundrues. E kemi thënë këtë gjë, por ne nuk kemi ardhur këtu për ta rrëzuar fizikisht. Gardin do ta rrëzoj vetë ata që e kanë vendosur. Keshi, qeveria, kompanitë ndërkombëtare, grabitçare, offshore, ata që e kanë vendosur gardin, ata duhet vinë ta heqin sa më shpejt. Nëse nuk do ta heqin, atëre ky rrip policësh kaq të madh vendosur që në Pyllën e Solltës deri këtu, nuk do ta përballojnë dot popullin e Vlorës që do vi vërtet për t'i rrëzuar këto garde në momentin e dur, mbasi të jemi të sigurt që qeveria nuk ka reaguar, nuk i ka hequr gardet dhe atëre populli do vërshoj dhe nuk ka policë që t'i ndaloj. Mendoj që sot ne i kërkojmë policisë që të na krijojë mundësinë që të hyjmë brenda këtij gardi dhe njerëzit që ka disa njerëz që si kanë parë këto tigrat, që janë tigrat më grabitçar që kemi parë në Shqipëri, vinë t'i shohin aty, t'i bëjnë një fotografi dhe i bëjmë thirrje e policisë na hapi këtë gard dhe të kalojmë lirshëm, për arsye se gardi i sigurisë nuk është këtu, është më tutje. Këtu është thjesht, shikoni tabelën, porti i peshkimit Vlorë. Pse ne si vlonjat mos të hyjmë dhe të shohim pikërisht këtë port të peshkatarëve, ku është dhe një market këtu për shitblerje peshku dhe produkte të detit, dhe ne jemi këtu për të kërkuar pikërisht të drejtë akses që të kemi pikërisht në këtë territor të mrekullueshëm të Vlorës, i cili nëse i hiqen këto tigrat këtu, mund të ishte një vend fantastik për biznes turistik, për vlonjatët, për shqiptarët, dhe kjo do të ishte ajo që duhet ndodhte dhe nuk ka ndodhur. Por akoma ka mundësi, për pak ditë që mbaron kontrata e marrjes me qira të këtyre tecave, për pak ditë, dhe nëse nuk hiqet gardi brenda këtyre ditëve që mbaron kontrata qiras, atëre do të përballeni vërtet me furinë e popullit për të liruar hapësirën, pushtimin që është bërë një pjesë vitale të territorit Vlorës.